Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: është namazi ai që mundson njeriu të jetë më afër Allahut. Namazi është shërues i shpirtrave të trazuara. Namazi është qetësues i të sëmurëve. Ushqimi i shpirtit, shërimi i zemrës është namazi. Namazi është gëzimi i zemrës time, bevza e syrit tim, aludon në këtë dëshirë. Lumturia është ajo e cila çdo njeri synon, qoftë njeriu besimtar apo jo besimtar. Të gjithë njerëzit që jetojnë në mundim, punojnë dhe angazhohen për të sjellë vetes lumturi. Mirë po, lumturia e vërtet është ajo të cilën Allahu xhelle shanehu e ka definuar më së miri në mënyrën specifike në Kur'an. Sepse Allahu është krijuesi i njeriut, krijuesi i kësaj bote, botës tjetër dhe krijuesi i gjithësisë. Dhe vetëm ai e di cila është rruga dhe burimi i lumturisë. Një prej gjërave më madhështore, prej veprave më të vlefshme, prej gjërave kryesore që njeriu e bën të lumtur është namazi. Pas besimit në Allahun xhelle shanehu, nuk ka vepër më të madhe se namazi.